Përmendet Mbretërinë e Bashkuar Arabe, së fundmi kemi parë një dokument që i lejon organizimin e kryerjes së haxhit vetëm Bashkisë Islame të Kosovës, për Kosovë është fjala. Si erdhi deri te kjo dhe cilat janë urtësitë që ngërthen kjo? Faktikisht ai shkresë ka qenë më shumë në njoftim dhe sqarim nga autoritetet e Arabisë Saudite, sepse sikurse e dim haxhi kryhet pra vetëm me vizë të haxhit. Nuk ka mundësi ta bësh haxhin, ta kryesh haxhin me ndonjë vizë tjetër, siç janë vizat e umrës ose vizat e vizitës ose ato të punës e të tjera, po duhet të jetë pra është vizë veçantë viza e haxhit, e kjo vizë mundsohet vetëm përmes një programi që e ka Ministria e Haxhit dhe Umrës. Gjithsesi do të thotë atë program përkatës e kemi ne domethënë si Bashki Islame, e kanë edhe bashkitë domethënë si motra në rajon dhe e kanë gjithandej vendet do të thotë të botës që organizojnë haxh dhe umre. Kjo ka qenë më shumë se një njoftimi sepse sigurisht kanë deklaruar ata edhe vetë kohët e fundit disa agjencione ose kompani fiktive që do po quajnë ata, kanë filluar do të thotë të bëjnë propagandë dhe po pretendojnë se kanë mundësi do të thotë që të çojnë haxhia atje nëpërmes formave të tjera, jo linjës zyrtare dhe të bëjnë organizimin e haxhit, gjë që nuk është e mundur dhe nuk duhet të binë prej do të thotë njerëzit në këtë propagandë. Për këtë arsye, domethënë më shumë ka qenë një lloj sqarimi edhe njoftimi jo vetëm për neve, po për gjithë ato vende të cilat pra bëjnë organizimin e haxhit dhe të umrës. Masandej ata kanë treguar edhe gjobe domethënë që mund t'i marrin ata që pretendojnë se mund ta bëjnë gjë të tillë, edhe madje deri në atë aspekt sa që edhe të bëhet ndalimi i hyrjes në Mbretërinë e Arabisë Saudite, domethënë në kohë të pacaktuar. Pra ka hapësirë për të keq përdorur kjo mundësi e organizimit të haxhit, andaj dhe nuk ka hapësirë të quhet monopol, pra që vetëm Bashkia Islame ta ketë të drejtën e organizimit. Faktikisht mund të ketë do të thotë pretendime tendenca për një gjë të tillë, se përndryshe Arabia Saudite gjithsesi Ministria e Haxhit dhe Umrës e ka një numër të caktuar për secilin shtet në bazë të banorëve që i ka shteti përkatës dhe u shpenzon atë numër atë kuët. Ai numër do të thotë vizat pra për atë numër sa kemi të drejtë i marrim përmes atij programi që është i veçantë që ka pra Ministria e Haxhit dhe Umrës. Dhe çdo që jashtë rend, jashtë këtij rregulli, do të thotë llogaritet tek autoritetet e Arabisë Saudite jo legale dhe janë forma që nuk janë domethënë të lejueshme. Për këtë arsye ata madje edhe Këshilli i Lartë i dietarëve të tyre, dietarë fetar po flas, kanë nxjerrë edhe fetva dekret, saqë kanë konsideruar që çdo lloj pra pretendimi ose tentimi për të bërë haxhin jashtë linjave zyrtare, atëherë llogaritet domethënë që i ka shkel rregullat, i ka shkel rendin dhe praktikisht do të thotë edhe nuk i llogaritet ai haxh. Pra kërkesa edhe Saudis është kërkesë. Po gjithsesi është jashtë numrit që kapaciteti i tyre shkakton probleme edhe na faktikisht kemi pas rastin me pas vitin e kaluar, do të thotë gjatë haxhit kur ka pas incidente, ka pas pikërisht domethënë prej këtyre tendencave dhe pretendimeve që njerëzit janë mundu që të vinë në haxh ose të bëjnë organizim të haxhit në mënyrë jo legjitime. Si është ajo mënyra legjitime e mundshme? Po për shembull njerëzit marrin viza qoftë umrës, qoftë viza pune ose të forma të tjera dhe kur skadon koha e qëndrimit atje, ata nuk respektojnë rregullat dhe nuk dalin për Arabisë Saudite, mbesin aty me qëllim që ta kryejnë edhe haxhin. Për shembull, shkojnë një muaj e gjysmë, 2 muaj më herët dhe mbesin aty derisa të vijë koha e haxhit. Kjo është një prej formave. Madje sigurisht edhe Arabia Saudite e ka përmendur dhe e ka potencuar ka tentime që përmes kufinë jo legjitim, jo zyrtar mund të bëjnë përpjekje që dalin në Mekë dhe në Medinë, kështu që ka forma dhe mënyra që ata mendojnë që mund të realizojnë, po faktikisht kohët e fundit e vrejmë se është një kujdes i veçantë, është një kujdes i shtuar për autoritetet të Arabisë Saudite dhe ata po mundohen që këta haxhi që janë të rregullt, pra që janë të paraparë për ta kryer haxhin për këtë vit, ata të jenë sa më komod dhe të kryejnë obligimet e ritualit të haxhit në mënyrë sa më të qetë, sa më komode dhe sa më mirë. Për këtë arsye ata edhe kanë nxjerrë këtë vendim, pra këtë dekret që kanë shpërndarë gjithandej vendeve ku organizohet haxhi në përballë.